Përshëndetje miq, jemi së bashku në emisionin Fejna e Shkodrës. Gjithmonë kemi një personazh të ri në studio. Gjithmonë një personazh I cili do të shpalos pak nga vetja dhe pak nga ngjarjet në vazhdim ndoshta. Sepse ngjarjet në vazhdim sepse kanë lidhje me 7 dhe 8 marsin, por le të fillojmë pa humbur kohë. Është një mësuese e gjuhë letërsisë pranë shkollës së muzikës, zonja Lindita Halili. Lindita, faleminderit që në studio me mu sot dhe faleminderit që na dedikove këto minuta emisionit Fejna e Shkodrës. Faleminderit për ftesën, përshëndetje së parit dhe të uroj suksesin në këtë emision të bukur. Është kënaqësi për mua të jem sot dhe të ndaj kohë me ty në këtë të shtunë të paraditës. Të lutem hiqi emocionet. Sepse do jemi bashkë shumë pozitivisht, do të përcjellim e kemi kështu si detyrë e emisionit tim është të përcjell pozitivitet tek njerëzit, por një pozitivitet të ndërthurur me letërsinë, të ndërthurur me kulturën, të ndërthurur me poezinë, me prozën. Kur kemi thënë letërsi, kemi përfshirë të gjitha. Kemi përfshirë të gjitha, patjetër. Lindita vjen për lexuesit me 2 libra, por me sa dion, në dorë kam kthehem tek ju, por me sa dion nuk është libri I parë kthehem tek ju. E di që një libër I parë është një tjetër, besoj. Po, libri I parë I shkruar nga unë është ceremoniali I dasmës lumjane, që me këtë libër kam mbrojt mikrotezën e masterit shkencor të etnokulturës dhe letërsisë shqipe. Ky është një libër për mua libri I parë dhe përveç se ka shumë vlera, sigurisht na kujton edhe një herë traditën, duke bërë lidhje të individit dhe traditën, po dhe me këtë traditë më lidh sigurisht edhe figura e një etnologu shumë të shuar, që ka dhënë kontribut të mjaftueshëm, të konsiderueshëm në shumë fusha të albanologjisë, por në këtë rast edhe si mbledhës I folklorit. Aty në fillim të librit unë kam vendosur një kushtim dhe me që futa me një herë në linjë, unë do thoja që të ecësh në rrugët e përjardhjes nuk është një gjë e lehtë. Është e vërtetë ajo. Nuk është e lehtë të ecësh në rrugët e përjardhjes. Sidomos të volumtosh në dorëshkrime pafund, që ti I ke trashëgimi në bibliotekën e familjes tënde, sigurisht që bëhet pastaj puna dhe më e vështirë. Dhe pa humbur kohë, po lexoj kushtimin që ndodhet në hyrje të këtij libri. Kushtim, ky libër I kushtohet në mënyrë të veçantë babait tim Kamber, në shenjë mirënjohje dhe vlerësimi si mbledhës si pasionuar I folklorit. Kamber Zela I përfaqëson njeriu e emancipuar nëpërmjet mendimit, pasi mundi të bashkëndojë në vetvete gjëra të ndryshme, duke zbuluar kompetencat e tij në disa fusha të albanologjisë, si në arkeologji, etnologji, muzeologji e sidomos në teknikë. Thash dhe një herë se rruga e përjardhjes kërkon edhe trashëgimi. Në fakt ky libër, ceremoniali I dasmës lumjane, është një libër, është një studi monografik dhe është udhëhequr në mbrojtjen dhe në ndërtimin e këtij libri nga profesoresh doktoresh Mjasir Dibra dhe nga profesoresh doktoresh Afrodita Urnuzi. Sigurisht e dalim pak nga terminologjitë. Patjetër. Sepse do përfundojmë pastaj. Do përfundojmë tërë. Unë do bi pastaj në gjurmë të tuaja, kështu që nuk du. Të ndjekim njëra tjetrën atëherë. Patjetër, do shkojmë kështu, si shtrekull. Kam një shprehje të Neil Gaiman, I cili thot kur ke frikë nga diçka, por e bën, me domosdoshmërisht e bën, kjo quhet kurajo. Lindita do dali pak nga profesioni mësueses. Sigurisht. Edhe ke pas kurajo në jetë, Lindit? Tash njeriu do I ndajë në dy ndërtime. Fjalën e bukur shqipe guxim. Guxim. Është ai njeriu I zakonshëm, që rend të përmbush veten, emocionet, ndërtimin e jetës së tij, fizike sigurisht, por është edhe ajo ana tjetër, ajo ndërtimi I dytë që është bota e mendimit, që përsëri njeriu rend, individi rend ta përmbush veten. Dhe në këtë kurajo, guximi është sigurisht pjesë e individëve që marrin përsipër të kalojnë veten. Dhe sigurisht kur kjo gjë nuk më ka mungur asnjëherë, dëshira për të kaluar veten brenda mundësive të mia për të zotëruar diçka. Dhe shiko se
Po marr pak qëndrimun, se më the, lutem the mos më zbërthem, the që parë dhe kjo ardhë, po saqërisht pa kopsa, iku ajo. Unë e kuptoj që termi i fjalës guximi është të kalu veten. Se je gjendë situata që ti kaluat vetja? Dhe e ke të kalu veten. Patjetër. Si është gjendë situata të tilla? Për shembull, nuk e kisha menduar ndonjëherë që do shkruaja libra, do botoja libra. Sepse për të shkruar, unë kam shkruar në mënyrë të vazhdueshme. Në vitin 2012 dalë përpara publikut me librin e poezi Kthehem tek ju. Kthehem tek ju. Në këtë libër datojmë poezi të viteve 2004 dhe janë shkruar deri në vitet 2015, nuk e di. Pra ka lëviz mendimin në shumë vite. Sepse pika e lidhjes për të krijuar këtë libër ishte një ngjarje e trisht në jetën time, që më bëri të mundur që unë të ato gjëra që shkruaja tjerë kthehesha sa e sa herë, dhe duke parë që pika kthimit, nostalgjia, malli, dëshira për të kapur kohën e shkuar, për ta rikthyer, një dëshirë që asnjëherë nuk realizohet, po të paktën përjetësohet përmes veprës, andaj në dorën e publikut ndodhet libri Kthehem tek ju. Dhe ky është guximi im i parë te kalimi i vetvetes dhe pas atij libri pastaj po jemi gratë guxojnë shumë biles. Jemi gra sepse në një kontinent jetojmë në një botë paralele, ku unë e ti sot jemi në studio dhe flasim për letërsi dhe në një botë tjetër ose në një vend tjetër, jo shumë larg nesh, disa mijëra kilometra larg nesh, por jo shumë larg, kisha me thënë, qoftë edhe në kohë reale, luftohet. Është një çmenduri të cilën nuk do ta kisha imagjinu që do ta jetoja në këtë shekull, absolutisht. Unë të paktën personalisht. Edhe Bertolt Brecht është jashtëzakonisht një prej atyre autorëve që unë e çmoj shumë, dhe thotë mundena me sa ju një lojë tjetër, ku mundena me bë me buzëqesh botën vend që me qa. Nuk kishte një shprehje që ti shkote kësaj situate, kaq sa një rikthim pas në kohë tek Bertolt Brecht, ndoshta tek lufta e dytë botërore, për me ardhë tek një luftë sot të cilën unë nuk e konceptoj. Në një luftë ku vriten fëmijë, ku vriten djem, burra, gra që nuk po kursen. Realisht është një luftë reale për atyre me armë, me shpërthime, që fëmijët tonë nuk do ta kishin besuar, po mos shifshin ato kartonat që ka ekzistuar një luftë, po flasim për fëmijët e vegjël, jo për këto të rriturit që lexojnë dhe mësojnë historinë. E ndjejnë veten të shfrytzuar në sensin deri diku edhe këtë të fyme inteligjencën e fyme me këtë lloj bote që po na ofrohet. Në fakt njerëzimi lakohet në numrin shumës. Dhe këto është një gabim. Pse është gabim kur njerëzimi lakohet? Përsa kur lakohet në numrin shumës, nuk ka njëjës. Është ajo perceptimi i turmave, domethënë që turma nuk sjell asgjë, domethënë thjesht. Por ta lidhur me pyetjen tuaj, do thoja që për mua tingëllon paradoksale të imagjinohet një luftë në kohët e sotme. Se ta imagjinosh është paradoksale. Ta mendosh është realitet, është akoma, është fatale pasaj. Sidomos kur lexon Maria Montessori, e cila thotë të gjithë flasin për paqen, por askush nuk e edukon atë. Atëherë, do të thoja këtë që nuk është asgjë më e trishtueshme se sa nuk ka gjë më të thjeshtë, ose nuk duhet të ketë dhimbje më të madhe se sa të mos e marrësh me një buzëqeshje në përgjithësi. Kështu e konceptohet modeli i jetës. Pra nuk duhet të ketë asgjë aq të vështirë sa mos të kthehesh me një buzëqeshje. Kurse kur bëhet fjalë për luftë, kur bëhet fjalë për armatime, kur bëhet fjalë për humbje jetet, për shkatërime në masë. E kupton që në një kohë reale paralele ka njerëz që me automatik në përdorur nuk e konceptoj. Është tragjike, bëhet tragjike dhe nuk e konceptoj realisht. Mendimi nuk shkon më në arsyetime, atëherë kemi të bëjmë me çmenduri. Po, me një çmenduri theksuar, kisha më thënë. Me një çmenduri, me një etje për pushtet e cila nuk ka asnjë barrikad, është një etje për pushtet që i ka mbyll syt, ka mbyll çdo lloj ndjesie, ka mbyll çdo lloj dëgjimi. Po që do jetë një statistikë në fundit.
kjo është e frikshme. Kjo është e frikshme, fatalitete dhe sepse frikshme. statistika është jetë njerëzish, nuk është statistika diçka numeratike, po është jetë njerëzish. Le të ikim pak dramaticitetit të kësaj situate për të ardhur tek diku tjetër. Siç po thoja më parë, Maria Montessori thotë të gjithë flasin për paqen, por askush nuk e edukon atë. Kësaj bote i edukohet konkurrenca. Dhe konkurrenca është fillimi i çdo lufte, thotë. Atëherë kur të edukohemi për bashkëpunimin, për t'i ofruar njëri tjetrit solidaritetin, ajo ditë do të jetë edukuese për paqen. Atëherë, kjo është një super e bukur. Një definicion i jashtëzakonshëm, kisha me thënë, sepse ne na duhen mësues që edukojnë paqen. E cilëson ndonjëherë veli një mësuese që edukon paqe? Tani nga lufta të dalim te kapitulli paqja, lufta dhe paqja. Faktikisht ne të dyja për paqe. Shiko këto. Jeni për trumbetimin e paqes. Atë luftën e paqen, aty autor. Do ta shkruaj edhe në luftën e paqes. Të Tolstoj. Unë s'kam për ta falur sepse kam pasur provim në gjimnaz. Edhe në qoftë se në jetën time ka pas një libër që më ka nxjerr jetën, ishte lufta e paqes. Atëherë. Dalim diku ne. Dalim tek paqja dhe tek kultura. Faktikisht jemi tek jo tek lufta dhe paqja, por jap mendimet e mia. Dalim diku tek autorët rusë. Do të thonë Rusia ka një mendje të çmendur si Putini, po ka autor të jashtëzakonshëm të çmendur, si Dostojevski, Tolstoj e shumë të tjerë. Duhet t'i ndajmë këto njerëzit, mos të mbesim tek ato çmenduritë e kësaj kohe, por të mbesim tek letërsia. E të mbesim tek vetvetja apo jo. E cila është zanafilla në Rusi realisht. Është një zanafill literare e jashtëzakonshme në Rusi. Është një plejad autorësh Rusia realisht. Faktikisht nuk mund ta anashkaloj temën e mësuesit, me që jemi në praktikë. Do ta anashkalojmë. Me që ishim tek kultura dhe arsimi janë të lidhura shumë ngushtë me njëra tjetrën. Njëra çon tek tjetra. Arsimi është mjeti kryesor për të propaganduar këtë kulturën. Dhe sigurisht që kultura nuk shkon asnjëherë tek rrugët e dhunshme, tek zgjedhjet e luftës për një jetë, për të jetuar jetën. Prandaj, mendimi im është i tillë që unë synoj kulturën edhe mundësisht të ëmbëlsuar. Pra sa larg është dhunës edhe mjeteve shtazarake për të zotëruar këtë jetë. Si është jesh sot mësues në këtë kohë? Në këtë shekull, që datojmë 2022-shin. Profilin tim si mësuese në fakt unë kam ndërtuar tek shkolla artistike Prenkjakova. Nxënësi i ynë është një nxënës artist, është portreti një nxënësi artist. Shumë mirë. Jo pa qëllim ishte arje festive edhe titulli i këtij emisioni, sepse është diçka tjetër të kesh bësh me artista. Domethënë ato në përtur tu e kalojnë këto talente të reja. Atëherë, në qoftë se thuhet një thënie që në qoftë se jeta të afron limona, bëj limonada. E në rast se jeta të afron dhe art, se ke këtë shansin të jesh përballë jo vetëm nxënësit që pretendon të bëhet një artist të nesërmen, jo vetëm pretendon, po dhe mund të bëhet, ka sa të dush shembuj të tillë nga jeta, po dhe mes kolegësh që janë artist, profesionist, sigurisht që do bëhet art, do bëhen tekste këngësh, do bëhet poezi. Lindit, kishe dash me ba një krahasim, donse jo fort i me vend, por unë e kujtoj figurën e mësuesit në kohën time të shkollës. Po flas sikur ti jam 100 vjeçë. Po s'po e tregoj realisht moshë. Të dyja së bashku bëjmë aq. Por, okay. Por kisha me thënë që mësuesi ishte ajo figura e cila të krijonte një respekt të jashtëzakonshëm. Ishte figura, vazhdon të jetë figura. A është kjo raport sot mësues-nxënës? Shkolla edukon, mësues atëherë nuk mund të rri pa përmend, pa zbulut paktën misionin e mësuesit përveç profesionit, që nuk duhet të shteroj asnjëherë. Në çdo kohë duhet të jetë një profesion fisnik dhe që të gëzojë respektin dhe të marrë shpërblimin e punës. Një mësues, në rast se nuk është i vetëdijshëm për unin e tij, atëherë do të ishte një gjë jo e mirë. Por përsëri jemi edhe ne mësuesit në dilema të caktuara. Përballë nxënësit duhet jetë ai figura e ëmbëlsuar, e kulturuar,
Apo më kujtohet dhe Sadiu që ka një thënie për mësuesit në formë vargjesh, po që i urt një arsimtar, nxënësit luajnë si në pazar. Dhe shpeshherë kur shikoj që ndoshta ora e mësimit fillon dhe shtuar disi, më kujtohet direkt këto vargje të Sadiut dhe normalisht unë mundon të krijoj atë figurën time, pastaj që ora e mësimit mos rrjedh. Mundosh ta organizosh ndryshe që mos dalin nga mos dalin si në pazar. Nga ato kurriza. Të mos dalim si në pazar aty. Atëherë, Lindit, unë e di që se ne do të cekim gjithçka nga pak, do kalojmë nga me një hap këtu, me një hap atje. E di që një poezi e jotja bëhet një këngë në një festival në Shkodër shumë i mirënjohur Lulebor. Titullohet Pa ty. Ne do ta kemi rastin ta dëgjojmë në fund të emisionit, cila këndohet nga Gjuli Pjetraj, por si është jesh edhe një tekst shkruese, kisha më thënë, është një ndjesi e bukur. Si ndihesh deri në këtë aspekt? Ti je pjesëmarrëse në një festival si Lulebora, unë e kam cek vetë dhe e di, domethënë e kam përjetuar emocionin njësoj me Rezar Tasmanjen, që e përshëndesim nga studio patjetër. Jeta e qytetit të Shkodrës është e pasuruar me aktivitete të shumta. Jo vetëm festivali Luleborës, por sëri ka dhe festivali i lokali këngës për fëmijë, Akullore Fest. Është festivali këngës për të rinj, Pranvera Fest. Akullore Fest duket ke tekste të këngëve për fëmijë apo tek një tjetër? Po pikërisht tek të dyja kam shumë tekste këngësh për fëmijë. Të gjitha janë organizuar nga drejtori organizativ i festivalit, Anton Kaftalli, shoqata Mark Kaftalli, dhe sigurisht është një larmi këngësh. Je domethënë pjesëmarrëse jam pjesëmarrëse edhe vazhdueshme këtyre festivaleve. Dhe sigurisht që kam marrë kam realizuar ato projektet e mia letrare, të cilat kanë ikë nga fusha poezisë dhe janë bërë tekste këngësh. Marrëdhënia mes tekstit të këngës dhe poezisë është një marrëdhënie pak e çuditshme, sepse tekstit të ikën nuk pashmoj joti, por do të futet edhe kontributi një profesionisti tjetër, që është ai që bën muzikën, dhe ndoshta modeli i tekstit ngelet ai që ishte i parë, ndoshta ky model teksti do të shkojë në një variant të dytë, mund bie një varg, njëherë mund bie një presje, njëherë mund bie gjithë strofa. E ndonjëherë i dërgon pjesën kompozitorit dhe thotë, unë kisha menduar diçka tjetër, po do ta ribëj edhe një herë tjetër. Pra janë një variacion i caktuar skemash, të cilat mendoj që tërësia e varieteteve mund të qëndrojë dhe ndoshta e bukur artistike dhe dëgjimi një këngë pastaj e shijon jo vetëm publiku, e shijoj edhe në maksimum. Si është jesh tekst shkruese ose të lëvrosh një lloj letërsie për fëmijë? E di që nuk ja kam fort idenë, nuk lexoj pothuajse as pak letërsi për fëmijë. Nuk e di, ndoshta nga fëmijëria jemi shkput, më janë shkput dhe fëmijët e mi, edhe duke u shkputur këta, duke njeriu nuk e lëvron më. Është diçka e ndryshme nga poezia që lëvrojmë ne mosha jon realisht? Unë kam një ndihmëri të madhe për poezinë për fëmijë. Pra, edhe tek festivali që përmenda, festivali lokali këngës për fëmijë, janë vizatuar pothuajse galeria e gjithë teatrit kukullave, personazhe, është Peter Pani, është Pinoku, Tarzani, Tomi, Jerry, e të tjerë. Kjo është një gjë fantastike. Kam përmend ca vargje sepse bën vetëm fjalë. Për shembull, po kujtoj një poezi për fëmijë, unë i mbaj mend tekstet e mia, është e çuditshme kjo. Peter Pani. Jam Peter Çapkën i pan, të rritem se kam në plan. Ti voglush në ëndra mpret, të unë gjatë jeta më përshëndet. Për mbi pejmë banoj me shtëpi, me pluhur zana shbëj magji. Jam fëmijë, nuk rritem kur, nuk dua të bëhem burr. Peter Pan, ja, e kemi nga një Peter Pan në jetën tonë? Ose kemi të brendshëm një Peter Pan? Atë Peter Panin e kemi të përhershëm. Unë kam trilin, e kam të zgjedhur, e mbaj mend që në kohët e fëmijërisë dhe vazhdoj të mbetem trili. Trili në shumë aspekte, ajo trili që fluturon her pas here nga një ishull në tjetrin për të arritur të kërkundë. Fluturoj kërkund në çdo stin, normal janë pjesë të vargjeve të tekstit. Absolutisht e jashtëzakonshme dhe ishte me vërtet e bukur kjo ideja që sjellin letërsi nga shumë sfera të ndryshme, sidomos letërsia për fëmijë. Që do kemi një shkrues për letërsinë për fëmijë, po nuk do ta zbulojmë sot pa diskutim.
Jemi në një kohë festive. Okej, unë nuk e quaj asnjëherë 8 marsi një kohë festive, por kur fillojmë të dedikojmë nënës, kur mbesim te nana, unë më pëlqen me thënë nana, se nëse në gjuhën tonë shumë të bukur shqipen standard I themi nënës, kur them nana më buron prej shpirtit. Po më del prej këtu prej gjoksit edhe më del nana. E di që kam mendu në jetën teme se me shkru për nanën është gjoja më e vështirë që ekziston. Edhe e di shumë mirë që vargjet e mia të para kanë mi thonë më fal. Unë po citoj një poezi temen, të kërkoj të falen për te, për çka I kam thonë më fal? Më fal që jam ba djali babs kur t'jam dasht. Sepse ne vajzat, edhe pse nanën e kena kështu shpirt, ai baba na e merr pak kështu si me sti. Por unë të lexoj një poezi tonë që I dedikohet nënës, që më pëlqen shumë. O nën, mes dhimbjesh të jetën e lind, suse e par, prind, unë dhe ti gjithmonë të lidhur në një dashuri. O nën, unë kalamenem me ty, gëzimi ma shënërit nërsy, kjo lumëturi për jetësin kërkon nga dashuria, si ania në limanin e vetë më të qetë, ashtu për hërëju t'i lirë më pret, në qilin e qeshur të syve të tu jeta qeli, me aromë të ëmbël të rëndafilash de. Është një kolovar se ku lëkundet njeriu me knasi të jashtëzakonshme. Ashtu më duket është edhe nana. Është një botë. Si është nana? Nana është figura që të mungon përjetësisht. Është gjithmonë fëmijë. Duket disi, më vjen keq nuk. Por këto janë vargje që janë shkruar pas largesës së saj nga jeta. Aha, e kuptoj. Dhe prandaj e kuptoj vjen keq. Prandaj e kuptoj edhe për jetimin. Kurse për ta ndryshuar pak realitetin, Po tjetër. me të qemi tek figura e nënës, Okej. unë I kam kënduar nënës, pra I kam interpretuar vargje, I kam kushtuar vargje, po edhe fëmijës tim I kam interpretuar vargje. Tash këtu kemi atë lidhjen tjetër, jo nënës, po fëmijës. Nëna për fëmijën. Dashuria vertikalisht nga lart poshtë. Unë për nënën, unë për fëmijën. Shumë e bukur. Të kam larg. 24 orë rrugtim të kam larg. Lelekët ikën. Ndërsa pritja nuk nje as dinamikën, as ritmin monoton të akrepave torës, që rendin pa pushim, që japin kuptim botës, kohës. Sa e sa orë kilometër larg teje jam, që ndis me yje mbrëmjen që natë të vezulloj, hëna sot dita ndrimet siroj, der kur tagoj, si t'ja bëj me ty kaq larg, sa e sa ko pret ky prag. Pasi numroj stacionet, sosen kufit, aromën tënde ndjej, akrepat lëvizin atë shpejt, sa kam harruar monotonin, ti e thejve largësin, teksa e zën jam krejt, se kur të trokas dera, në qoshkun tim lind ka pranvera. Shumë e përballu me lindita për të birin, a? Për birin në një moment që ishte larg, Aha, me studime, me studime. dhe ky është një projektim I qastit. O zot. Poezia është lërim emocional, apo jo? Absolutisht. Dhe gjithmonë poetët I rikthehen. Unë e kuptoj krejt mirë atë që më thua, Nostalgjisë dhe mallit. kemi që të shkputemi pak këtyne emocioneve. Alda Merini thotë më pëlqen, thotë, kush I zgjell me kujdes fjalë që nuk duhen thënë. Ne gratë shuhemi për fjalë që duhen thënë edhe s'duhen thënë që nuk I zgjellemi. Kjo vjen në një aspekt krejt tjetër, nuk do ta lidh absolutisht me pjesën tonë. Dhe megjithatë figura gruas dhe fituar. Do me thanë jemi dy që thojmë, ne kemi gjithmonë të drejtë. Se për çka nuk e dim, po kemi gjithmonë të drejtë. Kurse ata që mundon të kenë sa tipare burrërore që thua, mund të kenë të drejtë, po dalin të humbura. Okej. Shpeshherë. Ke zgjedhur ndonjëherë fjalë që s'duhen thënë? Është shumë e vështirë
të ka përcej limitet e mia, nuk e besoj. Me hiç këto limitet lutem. Po nuk kam... Sot, e ke vurë që emisioni Pena e Shkodrës nuk ka caqe, nuk ka kufi, nuk ka limite. Po i përgjigjem pyetjes. Nuk dal shpesh nga vetja. Nuk del shpesh nga vetja, e kuptoj. Domethënë që i mirë mendon, Po. po dhe fjalë që thuhen edhe fjalë që thuhen. Je te kjo shprehje Te e Damarinit. selektimi, sigurisht edhe tek fjala, po do më flasë fjala e folur, fjala e shkruar. Pasi atë gjë që nuk e them me fjalën e folur, ne do ta themi me fjalën e shkruar apo jo. Prandaj ekziston kjo galeri poezie, poetike në fondin ton. Të edhe bashkëbisedimit sot, besoj. Khalid Gibran është një autor që unë e çmoj shumë, sepse për mua është një prej atyre autorëve që është shumë i thellë. Por është kaq i thellë sa ka një shprehje të cilën nuk mund të rri pa citu, njeriu i madh ka dy zemra. Njërin që përcjell gjakun dhe tjetra që duren. Faleminderit shumë për këtë paralele që po heq. Sepse në fakt realisht, jo, edhe për sa kohë është e juaj, për sa kohë e thoni ju, është bërë dhe juaja. Absolutisht po. Atëherë mua më vjen në mendje një thënie e Hugoit, sepse kam një shkrimtar që gjithmonë jam rikthyer dhe citatet e tij i kam kështu në mendje në mënyrë të vazhdueshme. Njeriu thotë është një qenie, nuk është një rreth që ka një qendër, por është një figurë e elipsës që ka dy vatra. Në njërin vatër është mendimi, arsyeja, ndërsa në vatrën e dytë sigurisht është zemra. Dhe unë gjithmonë kam parasysh këtë gjë, pra ajo figura e elipsës që duhet të koordinohen mirë dy vatrat. Se po të ishte rreth, atëherë zemra dhe truri do ishin në një pikë dhe nuk e di pastaj çfarë mund ishte njeriu. Dhe unë të thënie, gjithmonë e kam parasysh në ndërtimin e qenies njerëzore. E kuptoj. Ishim para disa ditësh të dyja në një përkujtimore për poetin e madh, poetin lirikun më të mirë të kohërave, Frederik Reshpja. Me të vërtetë ishte një përkujtimore nga artistët shkodran, e cila drejtohej nga e madhja Justina Aliaj, po me të vërtetë më kalon një mresë jashtëzakonshme. Kishim njerëz që ishin njohur realisht në jetën reale, domethënë me poetin e madh. Duhet jetë me fat dikush takon një idhull të jetës së tij, një mit që ka krijuar për veten e tij, autorin të cilin e ka shumë për zemër, siç është Frederik Reshpja. Si ishin ndjesitë tuaja Lindit për këtë ditë të jashtëzakonshme? 16 vite jepi pa poetin, pa lirikun Frederik Reshpja. I bën 16 vite që 16 vite. Nuk e kemi fizikisht mes nesh. Nuk e kemi mes nesh. Në banesën e tij të fundit, aty u bën homazhe, u dhuruan lule, u interpretuan poezi nga një grup dashamirësish, bashkohësish, nga figura personalitetet të artit dhe kulturës. Poeti Frederik Reshpja është një nga poetët e dhimbjes, pasi hoqi ferrin e jetës në sistemin e kaluar, por që fitoi përjetësinë përmes veprës që la pas. Unë aty interpretova dhe një poezi, të flasësh për Reshpjen është më mirë ta kujtosh me anë të vargjeve. Reshpja kolon një vepër tepër të larmishme, edhe është e bukur kur citojmë poezitë e tija. Ma e bukur se sa vetë për vetë jetën e tij, të cilën tashmë ka marrë reng, kisha më thënë. Dhe besoj është edhe për kënaqësinë e publikut ta ngrohim studion me vargjet e trishta të tija, por madhështore të tija. Është vërtet. Shiroka në dimër. Nuk ka më zogj. Fluturimet u fshin. Asgjë, veç grunti primitiv i shiut. Bregu mendohet te këmbët e ujrave, duke ndëruar verën që shkoi. Në rërën e arresës, unë mbledh qeramikën e portretit tënd. Sa e shkurtër kjo verë, o Zot, një grusht rër dhe një grusht diell, tër kalendari i verës, vetëm me një të shtunë, dhe tër e shtuna, vetëm me një puthje.
Pra, poezia e rreshpjes është gjendje emocionale. Na ka mbyll rreshpja me një puthje. Mbesim disi tek puthja, se bërë mirë që ma lexove. Pra, ta ndezim pak. Si është raporti me letrat e dashurisë? I ke përjetuar ndonjëherë në jetën tënde letrat e dashurisë? Më falë, ndoshta për pyetje, ndoshta personale, po. Po ç'është dashuria një herë? Jo, ç'është dashuria nuk do shkojmë ne sot. Pastaj tek stili epistolar në të shkruar apo në jetën tonë, sigurisht ne jemi brezi i librit. Jo, e di pse të lutem. Kam një citat të Arthur Benson i cili thotë ekziston thot një provë thjesht për me kuptu thot në si një letër është e bukur. Edhe në qovë se je të e lexu, duket sikur një gjojmë të i folë personin që e ka shkru. Atëherë është e bukur. Pikërisht, pra. Ne jemi brezi i bibliotekave, jemi brezi i leximit të librave. Jemi brezi, sidomos ne që dhe shkruajmë pak. Ki fillu me deviju pak. Jo, faktikisht po kujtoj. Po kujtoj atë kohë. Se janë goxha vite ndërmjet. Lindit nga ato goxha vite, unë kam një të mirë. Dhe unë jam shumë kërnarë që i kam atë letra, uroj që t'i kthej në libër. Po prandaj them, është koha të kujtojmë bibliotekën tonë të parë. Po ne kemi shkruar herët. Imagjinoje sa lloj blloqesh 1, 2, 3, pra blok për gjithë, blok për vete, blok për letra dashurie. Për letra dashurie. E bukur kjo, e di që ky brez i ri nuk e ka këtë idenë e shkruan mesazhin celular, më duket, ë? Më duket se tani ka ikë ajo ndjeshmëria për t'i dhëndëron dikujt. Se di, unë jam gjithmonë nostalgjike. Sidomos edhe pas pandemisë. Ne jemi njerëz, unë edhe ti do mbetemi njerëz nostalgjik të fjalës, të pjesës së shkruar 2, me që unë vazhdoj me shkru. Jo letra dashurie, të lutem, se fillon pastaj merret për kapital. Ajo le shkruan akoma letra dashurie. Mund shkruaj letra dashurie, po për diçka shumë nostalgjike brenda vetit. Uroj të kem mundësinë të shkruaj prap, jo për ditë thjesht gjëra nostalgjike. Dashuria është kategori universale. Nuk e limitoj veten universale. Nuk e limitoj veten në asnjë moment. Por jemi besoj brezi më me fat që kemi cik këtë tip dashurie që e kalon gjurmë, sepse janë këto gjurmët që të nesërmen krijohen edhe vepra të tjera, tepër të bukura, siç kemi edhe letrën e Franz Kafkës kushtuar të birit, siç kemi edhe shumë çka tjetër, por pse sot zbehet të gjithë kjo? Pse kemi arrit deri këtu? A mos ndoshta dalim tek një shprehje e historianit bosnjak Izet Sarjalic, i cili thot o butësi njerëzore ku je, ndoshta veç në libra. Atëherë qenia njerëzore është një qenie e çuditshme. Jashtëzakonisht e çuditshme. Edhe e panjohur. Kisha me thanën, Edhe do të thoja edhe këtë që ndoshta tek njeriu modern, duke u zotruar nga pushteti i telekomandës dhe i dëshirave të shpejta, të menjëhershme, sikur ka dobësuar vullnetin. Edhe pikërisht tek dobësimi i vullnetit, unë mendoj që pastaj ky është kyçi për të qenë pastaj njeriu i sotëm i ndërtuar. Nuk lexon, nuk shkruan. Duke prandaj po dalim gjithmonë do shkojmë tek pjesa e shkollës, e edukimit, pse jemi edukuar me një letërsi e cila dashje pa dashje të hynë në gjak, të hynë në memorie, të hynë në kujtes. Jemi të raporti kujtes harres. Dhe unë e kujtoj veten të lidhur mas librave, mas Victor Hugoit, mas Leon Tolstoj, mas Dostojevskit, Shakespeare-it e shumë të tjerë. Në të gjitha gjenden sonetet e dashurisë, në një mënyrë ose një tjetër. Jam rritur me ato pusullat e Ana Kareninës, ose me 100 vjet vetmi të Marquezit. Lutem, ku mund t'i gjejmë sot të tillë vepra? Janë disa kryevepra të cilat të sjellin të kjo dashuria humane, të kjo dashuria e gjallë brenda nesh, të ky fëmia që ne e quajmë dashuri. E di që do lexosh diçka të bukur, lexoje, lutem. Jo, t'i japim pak ritëm edhe poetik gjithë bisedës, sepse thash edhe një herë, njeriu është një qenie e panjohur. Mu po më pëlqen që ti po e lexon vetë, sepse e shijoj jashtë maset edhe interpretimin tënd. Që sa vjet, ora prapë ndërroj,
Tik-taku i saj tik-tak bën. Avazi vjetër pa pra gjithmonë. Në folen e vjetër, tek ti nën më gjente, gjithë një e djela ora kur kthente, ndërsa tash ditët të njëjta janë, bosh nan pa ty në gjajnë. Tik-taku i zemrës sate pas ka kurdisur orbitën e qënjes sime, që sa vjet harlisur. Zemër, zgjohu gjanë, se ora ka ndërruar në ekran. Ora ime pas ka ngecur, hejnë 12, ndërsa zemër jote kalkan. Ah, një herë dikur, dhe një herë sikur. Ti dole sërish tek një poezi për nënën, besoj. Po. Por unë do të te kaloj disi, të lutem, nëna është gjithmonë një ai dimensioni që ne do të flasim pa fund, dhe s'do të kemi asnjëherë ndalim, por unë do shkoj te një citat i vogël, një varg i vogël ose një strof kisha me thënë. Sa herë me sy të shoh, lutem në ty, o Zot, deri në përvojtësi. Sa herë që të kam pranë ty. Se e kuptoj unë që me le të përnë. Njeriu është aty ku është zemra, jo aty ku ka trupin, thot Gandhi. Do të thonë po hiq një paralele midis asaj që lexova dhe Gandhit. Ku ndodhesh sot Lindit? Jo në studio e shkollës. Sot unë thash dhe njerë, jam aty ku është sigurisht zemra, aty do jem gjithmonë, ku janë njerëzit tanë të dashur. Mos ma përcjell ku është zemra, nuk më intereson ajo shumë. Unë vjen mirë që ka një gjithmonë për zemrën dhe kjo është gjë shumë e mirë. Sepse kjo na ndihmon të ngjallemi brenda vetit. Po, ajo na bën që të jemi sot në studio. Është arsye që aty janë njerëz të dashur, mungesat, dashurit, na bën që të shkruajmë vargjin në një moment të caktuar dhe pastaj të lëm një gjurmë. Të lëm një gjurmë, njeriu nuk niset për të lënë një gjurmë. Por shkruan dhe pastaj gjurma është lënë, apo jo? Patjetër. E kuptoj. E kuptoj edhe Lindit shumë. Sidomos në këtë moment. E kuptoj. Edhe gegnishtën po ashtu. Lindit, një minutë lutem, se do shkojmë edhe te gegnishtja. Gegnishtja është një temë që ceket zakonisht në studion time. Por du me ndalë disi te koncepti ko. Si është Lindita me konceptin ko? Jemi diku aty këtu, thame zemra, këtu jam unë, zemra është atje, por e mendon dhe njëherë se përgjigjet më të mira nuk i marrim nga njerëzit, por nga koha. Ke një raport midis kësaj, midis njerëzve, kohës, përgjigjeve, zemrës, vendit? Gjithmonë jemi nostalgjik për kohën që ikën, për rrjedhën e kohës. Mundohemi ta kapim dhe me kapim përmes kujtimeve. Gjithmonë jemi nostalgjik për atë kohë të shkuar. Prandaj dhe libri im quhet Kthehem tek ju. Kjo është te kush kthehem. Pra unë kisha shkruar gjithmonë dhe në një moment caktuar vendos markurajon për t'i botuar ata krijime. Dhe koha rrjedh dhe unë kam një varg biles aty, gjatë të rrjedhës së kohës, vargjet, ndjenjat në vargje i thura. Pra është pikërisht në një moment caktuar, biles është fillimi i poezisë, se nuk mban mend vargjet, e mundem. Po tjetër, urdhër. Po mos na kalote poezia që do përshëndesim fund me këngën. Tek Kthehem tek ju, jo. Okej. Gjatë rrjedhës së kohës, ëndrat në vargje i thura, ëndrat që stresin, shndrisin, koha nuk e ndryshon shpirtin, ndjenjat si lume i vërshojnë, vargjet morën dritë, do të s'më ngacmojnë gjërat që s'kan shpirt. Duket se e morën përgjigjen e pyetjes. Morën edhe përgjigjen e Vitet, ditët, qastet, i mblodha në një qast. Malli më ka marrë mu, o vargje që kam shkru, kthehem tek ju. Mdoja të cekja diçka. Zakonisht, kur shkruan poeti, sigurisht që ka stilin e vet të shkrimit. Dhe përdor një gjuhë të caktuar në ndërtimin e vargjeve. Për shembull, unë shikoj që në tekstin tim mundon të zbatoj disi dhe normën letrare, por nga njëherë ndërhyn edhe gegnishtja sigurisht të brenda vargut. Për shembull, të marrim
Ti bëjmë pak koment vlerësues poezisë nga ana gjuhësore, që të shikojmë pak edhe diferencën mes së gegnishtës. Unë kisha dashur faktikisht me fol më shumë pak për gegnishtën, si është ajo koncepti jot mbi gegnishtën, si po trajtohet sot gegnishtja kisha me thënë në këtë jetën gjuhësore. E trajtojmë disi, e kemi lënë disi mbas dore në dialektin geg. Atëherë gegnishtja është një problem i diskutuar në shumë kahe. Unë besoj që gegnishtja do mbetet një problem i më i diskutueshëm ndër vite. Duhet të dim që ai është dialekt i rëndësishëm i gjuhës shqipe. Me gegnishtën janë përfaqësuar figurat kolosale të letërsisë shqipe, figura e Fishtës, figura e Kuliçit, figura e Migjenit, figura e Martin Camajt. S'ka marru besoj, ka të tjerë sa të duash. Ka, do të kemi plot, do vazhdoj të ketë për atë. Gjithë secila figurë në gegnishtën e tij është në stilin e tij, në stilin e tij. Gjenerohet. Dhe janë figura të mirë respektuara dhe kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në artin e fjalës. Problemi është këtu. Në qoftë se poeti shkruan, ai është mirë të shkruaj siç të vijë, sepse zakonisht ai ka një instinkt, ka një fantazi, ka një frymëzim dhe për mendimin tim gegnishtja është së pari frym, pastaj bëhet mendim dhe pastaj bëhet fjalë. E kuptoj. Dhe këtë nuk mund ta respektojmë ne, ta fusim mirë atë fantazinë që më vjen mua në sitën e mendimit, sepse ti nga vargu. Pra mund të jetë një fjalë e normës, një fjalë e traditës, një fjalë e gjuhës së shkuar e tjerë. Dhe këtu nuk mund të ketë një lloj disipline për të ndjekur. Unë di që gegnishtja është një pasuri kombëtare, sepse dhe në vetë brenda vetes përmban 42 fonema. Pra në qoftë alfabeti i shqipes ka 36 shkronja, gegnishtja ka një pasuri dhe më të madhe të fonemave, të tingujve. Dhe sigurisht duke qenë një pasuri e tillë, i jep mundësi edhe shkruesit ka një gamë të gjerë kalkulimesh. Vetë Gjergj Fishta, që ishte edhe një nga iniciatorët dhe të Kongresit Manastirit, që sot një shkruhet gjuha shqipe përmes alfabetit të miratuar nga Kongres. Ai të ndërpres vetëm pak sepse ne për gegnishtën na duhet edhe një orë tjetër. Patjetër. Dhe nuk absolutisht pse sot le ta lëmë disi historikun e gegnishtës, të kërkoj falje për këtë. E di shumë mirë që ti do të kishe më thënë shumë çka. Edhe po pse sot pikërisht sot nuk jemi shumë nuk jemi shumë të përzemërt ndoshta disi me gegnishtën. Mendojmë vetëm se na përfaqëson standardi, po gegnishtja na përfaqëson. Mund të themi ne që është më mirë që Drini përbën nga dy deg, apo do të ishte mirë të ishte vetëm dri. Është vërtet. Unë gjithmonë shikoj që duhet të shikojmë çelësin e zgjidhjes tek bashkimi, sepse gjua është një pasuri dhe nuk kemi çka të humbim nga kjo pasuri, por duhet ta ruajmë, ta trashëgojmë për ta pasuruar më shumë. Drini po të kishte sidomos edhe degëzimin tjetër, jo vetëm këtë kryesorin që do ishte më bukur se nuk do delte jashtë atyne, nuk do delte jashtë bordurave të tilla. Atëherë problemi që mund të ngrej unë është ky, domethënë nuk i trembe me shkruan gegnisht apo jo, sepse thamë edhe një herë, është një plejadë gjëra autorësh që kanë propaganduar gegnishtën. Abuzohet me gegnishtën? Tek abuzimi. Këtu tani është unë i trembem atij njeriu që ka shkruar më shumë libra se sa ka lexuar. E bukur kjo. Që ka shkruar më shumë libra se sa ka lexuar o zot. Epoka është kjo, kur po jetojmë këtë epokë. Dhe këtë gegnishtë pastaj bëhet nuk është më gegnishtë, po është një ta bëj një lidhje që ka shkruar më shumë libra se sa ka lexuar, ndoshta në gegnisht, në thojza? Jo, ai prezantohet në gegnisht me demek. Përsupozon që shkruan në gegnisht. Okej. Mendon se shkruhet në gegnisht, por me mendon gegnisht, me shkruan gegnisht dhe me ditë me u shpreh gegnisht janë 3 gjëra të ndryshme. Urojmë që Dina me bën njërin prej tyre do të ishte jashtëzakonshme. Patjetër që po. Lindit për mua ka një bisedë shumë e këndshme, shumë amël, edhe kena edhe disa minuta në dispozicion. Unë deshta në fakt me lexuar një poezi të anën, por jo të fundit. Nëse më dënë
Zemra plot dëshira, e dehur është me ngjyra. Daldis, dalk, janë ndjenja zjarr tim lumturon. Oshta, më lëndon. Zemra plot hari, ne duhemi si dje, si sot, edhe me vonë. A do të më duash? Me zemër të më ruash? Duat më thuash gjithmonë. Nëse më do ashtu si thua, zemrës i beso. Do të më kesh mua. Faleminderit për interpretimin e ngrohtë. Jam kjo rryma unë në këtyne këto. Je pëndun një herën për ndonjë gjë në jetë? Ti mendoj se do pështosh nga pyetjet e mia? Jo, as pak, po duhet mendoj. Se nuk kam sa vite jetë, kështu që po mirë. Prandaj pyeta në jetë. Nuk po këto vitet e fundit. Me të drejtën nuk ja lejoj vetes të jem deri tek pika e pendimit. Se jeta do të jetohet. Dhe më thonë që ta jetojmë kështu, të kemi një carpe diem, kap çdo çast. Pikërisht. O zot, ai titulli i librit tëm gjithmonë më del para. Ai carpe diem më del para gjithkohën. Jeta nuk është një provim që bie dy vetave njësoj. Kështu që gjithë secili duhet të jetojë jetën që i ka për hise. Bilez më kujtohet një shprehje e urtë, sepse tek libri i parë që thash, shpesh herë frymëzohemi nga tradita. Tradita do të thotë që para se me qenë veta jemi tradita një herë. Deri në momentin që pastaj ka përcem traditën dhe jemi vetvetja dhe hymë në vetvete. Atëherë thuhet një shprehje që secila secila bjeshk mban borën e vet. Pra çdo njeri ka ato problematikat e veta në jetë, nuk I zgjedh dot njerëz të dashur me të cilët krijon familjen, që I kanë hise, që I kanë gjak e tjerë. Kështu që njeriu jeton jetën që duhet ta jetojë jetën që I takon. Të përballet me të gjitha gjërat. Jetën që rrja. Ta shijoj nëse keni ëmbël. Duam ne I hym atij rrugtimit të jetës. Edhe ai qëllimi jon është që të mrrim tek ajo drita në fund tunelit, ndoshta. Por gjithsesi ti nuk më ktheve një përgjigje. Ti e le këtë pjesën e pendimit. Un kam plot gjëra që jam penduar këtë jetë, por nuk do nisi këtu se më duhet një program I tan me 3 orë, jo me 1. Jemi tek leximi I shumë fish, pra dhe I teksteve politike dhe I pyetjeve që bën ju. Lindit, un kam një vestë të timin nga një herë dhe ka mundësi që e shkruaj diçka. Marr një shkas, se gjithmonë poezia është një shkas, është një lojë e brendshme brenda vetit, po sidomos e di si më duken ato emocionet që kena për poezinë, e ke parasysh ato ret që mbushen, që na mbushin zemrën, e shpirtin, e mendjen, e ditën. Mendoj që na trazojnë më shumë ato gjëra. Edhe pastaj ti thua ka pendim. Po çfarë pendimi duhet të ketë? Jo, kam pendim, pse nuk duhet aty. Jo për çdo stohi duhet shkruar. Atëherë duhet deti ka tallgët e veta për të kuptuar dhe rezistencën e patjetër. Jemi tek poezia Pa ty, e cila është edhe kënga që I dedikohet, ndjenjat I zgjove tek unë, si vala rrjell në lum, ti mpret, unë ngas, o dashuri, thuras, me lule trandelin, e thurëm dashurin, tani më si jam pranë teje, o breng, rri urt, branda meje, në pritje më kot humbas, kohën se kthej dot pas. Qili është bagri, shpirti zgjan qetësi. Kur darja flet me lot, zemra snihet gjallë, shpirti mbahet cop, loti bëhet mall. Unë të falenderoj që ishe me studio me mu, të faleminderit për librat, për poezinë që ke shkruar, por edhe për këngën që keni kompozuar pastaj së bashku me Gjuli Pietraj, e cila e ka kënduar Pa ty. Faleminderit për sot. Faleminderit ju. Do të kena mundësi prap të shihena. Të uroj suksese të vazhdueshme. Faleminderit. Miq, ky ishte emisioni për ditën e shtunë për sot së bashku. Unë ju përshëndes me një këngë të Gjuli Pietra, e cila shkruar nga Lindita Halili, Pa ty, dhe ju uroj një fundjavë sa më të këndshme së bashku, të shihemi të shtunën tjetër me një personazh tjetër, po kaq të këndshëm. Mirupafshim.